Qeveria të i kalon me 3% planin e rekrutimeve në administrat duke thyer rekord gjatë vitit që lan pas, edhe pse zakonisht shumë vende mbeten vakante, nuk ka ndodhur kështu në vitin para zgjedhjeve. Qeveria me anë të një vendimi të posaçëm vendosi 1187 pozicione të lira, por ky numër jo vetëm që është plotësuar, por është tejkaluar. Sipas të dhënave të Departamentit të Administratës Publike për vitin 2024, në këtë vit janë punësuar 1221 persona. Vjetre se për vitin 2024 janë rekrutuar në punës të rinj në administratën shtetërore, nëpërmjet procedurës pranimit në kategorinë ekzekutive, emërimeve nga lista fituese e kategorisë ekzekutive dhe emërimeve nga jashtë shërbimit civil në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese. Por nxitimi ka edhe efektet e veta. 17 punonjës janë prekur nga ligji i dekriminalizimit. Pra janë individ të dënuar apo të dëbuar nga vendet huaja, por jo vetëm kaq, pasi shumë persona janë emëruar në shkeljet ligjit dhe kjo konfirmohet nga Komisioni për mbikëqyrjen e shërbimit civil në raportin Po për vitin 2024. Këto janë emërime në shërbimin civil, por imagjinoni se çfarë bëhet me emërimet në pozicione të thjeshta. Kësaj thonin ndriti punët në shtëpinë e tij dhe mbeti të jap mend të tjerëve. Kryeministri Edi Rama ndodhet në një vizitë në Izrael, aty ku është nderuar me medaljen presidenciale të nderit. Ky çmim akordohet për personalitetet më të rëndësishme botërore në politike. Në këtë rast vjen në formë nderimi për shembullin që shqiptarët i lan botës duke mos dorëzuar asnjë hebre për tolerancën fetare dhe etnike. Në fjalën e tij, Rama e cilësoi këtë si një nder të jashtëzakonshëm që sipas tij nuk e meriton si individ, por që u takon të gjithë shqiptarëve, të cilët ndihmuan hebrejt në kohë vështira. Të paktën e tha një të vërtet. Rama thotë se Shqipëria ka qenë gjithmonë mbështetëse e zgjidhjes me dy shtete në konfliktin izraelito-palestinez. Sipas Ramës, me Hamasin nuk mund të ketë zgjidhje, duke e cilësuar organizatën si nazistët e shekullit të ri. Shqipëria ka qenë gjithmonë mbështetëse e zgjidhjes me dy shtete, por në këndvështrimin time, në këndvështrimin ton, nuk ka zgjidhje me Hamasin aty dhe ndryshe nga që janë përpjekur të tjerë të thonë, Hamasi nuk është lëvizje rezistenca. Hamasi janë nazistët e shekullit të ri. Historia na ka mësuar se me nazistët nuk ka paqe, me nazistët nuk ka kompromis, thot Rama. Me qëra fjala, pse ka shkuar kryeministri në Izrael? Apo vetëm për këtë agjend? Jo për gjë, po ka bashkëpunim të ngushtë me izraelitët, sidomos ekspertët e IT-s, nga që së fundmi, siç ka denoncuar pamfleti, është duke përgjuar përmes një pajisje të posaçme mendimin e izraelitëve të gjithë shqiptarët. Me që është nën grata nga të gjithë krahët, Berisha ka shfrytzuar shtegun e vetëm të lirë dhe ka ikur në Strasburg, aty ku po merr pjesë në një takim të partive popullore europiane. Me qëra fjala, i pas ka dhënë leje Spaku se sot kishte ditën për të paraqitur në prokurorinë e posaçme në kuadër të zbatimit të masës së sigurisë detyrim paraqitje. Nga Strasburgu, Berisha tha sot se ai dhe Partia Demokratike po luftojnë të rrëzojnë një diktaturë dhe madje si kosto e kësaj lufte paguan edhe çmimin e burgosjes nga kryediktatori Edi Rama. E këtu Berisha nuk e pati fare për turp të kërkonte ndihmë partnerëve aty në takim. Na ndihmoni, u tha se do t'ju jemi mirënjohës. Se si do t'i ndihmojnë ata, vetëm ky e di. A thua do votojnë ata në vend të shqiptarëve? Po këtë sikur do ta ndihmonte Krisla Sivita, po ai as nuk po vjen pa mirë të tjerat. Duket se mori dollarët dhe u zhduk. E nga sikleti drejtuesi PPE-ve e garantoi Berishën se kanë mbështetjen e tyre. Por si do thoni ju? Pablo Hispan garantoi kreun e Partisë Demokratike Sali Berisha se do t'u sjellin në Tiranë ditën e zgjedhjeve një delegacion si vëzhgues të procesit. Për atë punë këtu janë para dhe gjatë zgjedhjeve me qindra të huaj si vëzhgues. E çfarë bëjnë? Një ditë pas zgjedhjeve firmosin direkt fituesin, që duket se edhe për mandatin e 4 do t'jetë Edi Rama. Kreu i misionit të OSBE Odirit ambasadori Lamberto Zanier, pas ka zhvilluar sot një takim në ambientet e ISHLS-is, Partisë së Lirisë, që e ka shefin e saj në burg. Mirë po, për ju që mund të habiteni nga ky lajm, arsyeja e këtij takimit i takon vetëm vëzhgimit fushatës për zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Të pranishëm në këtë takim ishin disa përfaqësues të Partisë së Lirisë, sigurisht me në krye e kraun e djathtë Ilir Meta sot në qelinë e 313-s, sekretari i përgjithshëm Tedi Blushi. Para gazetarëve, ky i fundit tha se informoi ambasadorin në fjalë për problematikat që kanë shoqëruar këtë fushatë elektorale, për përfshirjen dhe përdorimin e administratës publike nga Partia Socialiste. E njoftuam ambasadorin për burgosjen pa gjyq të Ilir Metës dhe për ndalimin që i bëhet atij për të takuar drejtuesit e partisë apo për të komunikuar me votuesit. Arrestimi i tij është një akt i drejt për drejt për të ndikuar në rezultatin e zgjedhjeve të 11 majit, u shpreh Blushi. Mirpo çfarë tha vetë ambasadori Zanier përpara gazetarëve? Sipas tij, në këtë takim, ai u njoh me shqetësimet e ngritura nga Partia e Lirisë. Sa i përket arrestimit të presidentit të Partisë së Lirisë, Ilir Meta, ai nuk tha asnjë fjalë, qartë as i e mbështet. Por pse shkoi sot tek ambientet e Partisë së Lirisë, do pyesni ju me të drejtë. E po për procedurë thon kësaj pune. Nuk kam një qendrim në lidhje me këtë çështje dhe nuk mund t'jap asnjë mendim apo gjykim. Qëndrojmë pas shtetit të së drejtës, transparencës dhe ligjit të papolitizuar, u shpreh ai qartazi. Disim për Edi Ramën, Lulzim Basha e bëri sot nga Divjaka, ku demaskoi qeverinë socialiste se për 12 vite në pushtet kanë bërë 0 punë për fermerët dhe për sektorin e bujqësisë në vend. Drejtuesi politik i Koalicionit Euroatlantik, Lulzim Basha, bashkëbisedoi sot me fermerët në Divjak, ku në një mesazh të posaçëm ju drejtua kryeministrit Rama duke i thënë se të gjithë subvencionet e Europës i futi në xhepin e vet, me shokët dhe shoqet.
ndërsa fermerët në Divjak dhe në të gjithë Shqipërinë nuk kanë marrë asgjë. Edhe vetë fermeri në video krah Lulzim Bashës akuzoi kryeministrin se gënjen pasi nuk ka shpërndar asnjë subvencion për fermerët. Sipas tij, Rama mund të ketë subvencionuar vetëm servilët e pushtetit, por jo fermerët. Unë nuk kam marrë asnjë subvencion, po e them tani publikisht përpara mediave. 12 vite o kryeministër, një herë të vetme më ke dhënë naftë. Nuk e di kujt ja ke dhënë. Por nëse janë ushtarët e tu që drejtojnë të gjitha institucionet shtetërore, këtu ka racizëm, s'ka demokraci, por ka skllavëri. Dhe nuk jam vetëm unë. Fushat e Tërbufit i ke të gjitha djerë, të mbillet gruri, ndërsa ti e fut grurin nga Serbi. Po këta fermerët shqiptar me çfarë do jetojnë? Po ky qumësh që po derdhet nga fermerët e Jugut, se unë nuk flas vetëm në emrin tim. Në Divjak nuk jam vetëm unë fermer, ka shumë të tjerë. Kjo tokë është e bekuar, mbillet 3 herë, marrim 3 prodhime dhe nuk po ja dalim dot me asnjë prodhim, thot fermeri. Edhe një herë tjetër Lulzim Basha akuzoi kryeministrin Edi Rama me të njëjtën formulë, se të gjitha këto para që janë vjedhur kanë shkuar për shokët dhe shoqet e tij, sot në për qelit e burgjeve, sepse 7 bëjnë 313 sipas Bashës. Banorët e Tropojës dhe Hasit protestuan sërish ditën e sotme për rrugën e amortizuar rreth 20 km Kam Qafprush. Ata bllokuan sot hyrjen për në pikën e kalimit kufitar të Qafprushit në Has. Banorët e 20 fshatrave të bashkive Has dhe Tropoj kërkojnë rikonstruksionin e rrugës që lidh fshatrat me aksin nacional Krum Qafprush Gjakov. Ata thonë se pavarësisht premtimeve elektorale të mbi 30 viteve të fundit, nuk është hedhur asnjë lopat asfalt në këtë drejtim. Banorët kërcënojnë me bojkot masiv në zgjedhjet parlamentare të 11 majit, nëse nuk asfaltohet aksi prej 20 kilometrash. Në mbështetje të protestës së sotme të këtyre banorëve ishte edhe kryebashkiaku i Hasit Miftar Dauti. Kjo rrugë është ndërtuar që në vitin e largët 1938 për shfrytëzimin e burimeve minerale dhe nuk është mirëmbajtur, e sot është e pakalueshme për shkak të gropave në të gjithë gjatësinë e saj. Nëse një gjë është e sigurt, po patëm për t'ja bërë mund t'ja bëjnë vetëm tani para zgjedhjeve, se pas tyre ta harrojnë. Portet kanë qenë një armë forte elektorale në zgjedhjet e vitit 2021 për Edi Ramën. Premtoi port turistik në Durrës, Vlorë, Sarandë e të tjerë, ndërkohë për portin e Durrësit u hartua një projekt që do të ndërtohet në Porto Romano. Në fushatën aktuale kreu i mazhorancës përkatësisht kryeministri i vendit ka folur vetëm një moment për një pjesë të këtij argumenti, ku paraqiti piketat e programit. Në këtë dokument thuhet se porti i Porto Romanos është në bisedime për financimin, ku theksohet se ka negociata me NATO-n që një pjesë e tij të përdoret edhe si port ushtarak i aleancës. Ndërkohë nuk flitet asnjë fjalë për ta shtuquajturat porte turistike ku u baj shumë zhurmë për projektin Alabar në Durrës. Këto ditë qeveria e Emirateve të Bashkuara Arabe miratoi një marrëveshje me qeverinë e Malit të Zi për t'i dhënë për 99 vjet Muhamet Alabarit plot 9 njësi të plazhit të madh të Ulqinit. Marrëveshje që është krejt ndryshe nga ajo e portit të Durrësit, pasi garancinë e saj e ka marrë përsipër shteti përkatësisht qeveria e Emirateve. Ndërkaq në lidhje me portin industrial të Durrësit, çështja është gjithashtu e komplikuar, jo vetëm për një paqartësi për çështjen e marrëveshjes së NATO, se cila edhe vetë është vënë në dyshim nga amerikanët, por edhe nga një fakt tjetër. Ka disa kohë që Kina ka kërkuar që të investojë të marrë pjesë në portin e Durrësit. Fuqia tashmë kryesore ekonomike botërore në Ballkan ka 2 porte në Greqi, ku më i rëndësishmi është ai i Pireut, dhe kërkon të shtrihet edhe tek ne. Fakti që ky qendrim i Kinës është bërë publik tregon se kemi të bëjmë me një akt që është diskutuar ndërmjet rrugëve diplomatike Pekin-Tiranë. Deri tani Edi Rama nuk ka thënë asnjë fjalë për t'u hequr si perëndimor derisa të fitojë zgjedhjet e 11 majit. Duket se kemi të bëjmë me një argument që jo vetëm është diskutuar, e sipas gjasave mund të ketë shkuar edhe më larg. Po pse po e fsheh Edi Rama, i cili me Kinën pati marrëdhënie në kulm të pandemisë Covid-19 kur mori nga Turqia vaksinën kineze? Ky shtet po i vret shqiptarët çdo ditë përmes produkteve me salmonele pesticide, pas skandalit të mishit me salmonel, pas fruta perimeve me pesticide. Situata ka dalë aq jashtë kontrollit, sa sot është bërë kurban drejtori i AKU-s në Tiranë. Mirëpo paradoksi në këtë histori qëndron se ish kreu i madh Olsi Komici u kandidua nga Edi Rama për deputet në listën e Partisë Socialiste. Drejtori i AKU-s në Tiranë Fatjon Pasholli u shkarkua nga detyra dhe në vend të tij është komanduar Alketa Hoxha, e cila ka mbajtur postin e drejtores juridike në AKU. Shkarkimi i Pashollit vjen si pasojë e hedhjes në treg të mishit pulës me salmonel, por edhe të luleshtrydheve me pesticide, e të shumë frutave e perimeve të tjera po me pesticide. Mirëpo pavarësisht këtyre skandaleve, ai që duhet mbante përgjegjësi, u shpërblye me një çmim të madh. Olsi Komici është në listën e Partisë Socialiste krejt i pashqetësuar dhe do të bëhet deputet më 11 maj. Kujtojmë se Prokuroria e Tiranës ka nisur hetimin për 2 vepra penale, shpërdorim detyre për 3 inspektorë të AKU-s që lejuan dalje në treg të filetove të kontaminuara dhe për importim të ushqimeve të rrezikshme për shëndetin AKU-s, për cilën policia shpalli në kërkim Arben Goxhën, pronarin e kompanisë AMG Food që solli nga Brazili në total 27 ton mishpulet pa përpunuar të ndarë në 4 lote. Mirëpo pas lajmit të sotëm të shkarkimit të drejtorit të AKU-s për Tiranën Fatjon Pasholli, ky i fundit reagoi menjëherë, madje në vend që të ulte kokën, i tha publikut se ato nuk e shkarkuan, por ai dha vetë dorëheqjen. Çështja është se kjo punë nuk zgjidhet me ngarkime e shkarkime, hiç Lenën e vërprenën çdo ditë,
por zgjidhet me një strategji të mirëfillt nga qeveria me krye Edi Ramën në mënyrë që shqiptarët minimalisht të hanë një ushqim të sigurt si të gjithë qytetarët e tjerë në mbar botën. Jo për gjë, po babloku për 11 maj premton dhe pasaportën europiane, se si do futemi ne në vitin 2027 në Bashkimin Evropian, kur ne po ham helme çdo ditë, vetëm këta e din. Kreu i Komisionit Prokurimeve Publike Jonaid Myzyri u paraqit sot në SPAK, ku qëndroi më shumë se 2 orë. Mendohet të jetë thirrur për disa procedura tenderimit zhvilluara nga institucioni që drejton në cilësinë e personit që ka dieni. Kjo është hera e dytë që Myzyri ngjit shkallët e SPAK-ut, por nuk jep asnjë prononcim për mediat. Edhe sot, pas 2 orëve që doli nga SPAK-u, ai nuk pranoi të flas asnjë fjalë për gazetarët. Ç'të flasi ziu? Se nëse ka një folet madhe korrupsioni e batërdia, ajo është zyra që ai drejton prokurimet publike, pasi prej aty del çdo tender i mundshëm. Një ngjarje e rëndë ka ndodhur mbrëmjen e dieshme në Pordenone të Italisë. 43 vjeçarit shqiptar Vladimir Topiana i është bërë atentat nga një tjetër bashkëkombës. Sipas asaj që raportojnë mediat italiane, ngjarja ka ndodhur pranë një lokali ku njerëzit ishin mbledhur për të parë ndeshjen e Serie A Roma-Juventus. 43 vjeçari Topiana ka qenë duke folur me një të afërm në vendin e parkimit para lokalit dhe një tjetër biznesi. Biseda e tyre është ndërprer nga një mjet tip Audi me ngjyrë të bardhë që i është afruar me shpejtësi. Prej këtij automjeti dolën Babe Bir, Roger dhe Pren Shota, 34 dhe 66 vjeç. Ka qenë 34 vjeçari Roger Shota, ai i cili ka qelluar 3 herë me armë dhe plumbi në kokë i mori jetën 43 vjeçarit. Autori i ngjarjes është arrestuar disa orë më vonë pasi u arratis nga vendngjarja në tentativë për t'u larguar në një tjetër qytet të Italisë. Viktima 43 vjeç ishte i shoqëruar për të parë ndeshjen e futbollit së bashku me djalin e tij 17 vjeçar. I pranishëm rastisht në vendin e ngjarjes ishte edhe kunati i viktimës, i cili ka parë gjithçka. Ai thotë se fillimisht, sapo autorët zbritën nga automjeti, palët patën një përplasje verbale, e cila u finalizua me plumba. Po parkoja dhe sapo dola nga makina dëgjova të shtënat, shkova me vrap dhe pash kunatin të shtrirë në tokë, të mbuluar me gjak, kërkova ndihmë. Nuk më ka ndodhur kurrë diçka e tillë, tregon kunati i 43 vjeçarit. Hetuesit janë vënë në kërkim të provave për të zbardhur këtë ngjarje, por ajo që dihet me siguri është fakti se viktima e njihte vrasësin e tij, pasi ky fundit u drejtua menjëherë sapo zbriti nga automjeti. Deri më tani nuk dihet asgjë për motivin e kësaj ngjarje të rëndë. Megjithatë, hetimet do të prodhojnë rezultate në orët apo ditët në vazhdim se çfarë detyroi këtë shqiptar të vrasë bashkëkombasin e tij. Ekstradohet nga Italia 50 vjeçari Ilian Doka, ky fundi të shtëpisë së grupit kriminal që kërkonin të vrisnin Durim Bamin, një tjetër eksponent i njohur të botës së krimit. Doka kishte rol për të ndihmuar me para dhe me informacione të afërmin Arben Doka, i cili ishte vënë në kërkim të vrasësve të vëllait të tij Aleksandër Doka. Për këtë ai bëri pakt me disa grupe të tjera, me Avdylajt në Shiak, Ervis Martina, Inshullazin e shumë persona të tjerë. Më shumë se 16 vet ishin vënë në ndjekje për të vrarë 2 vëllezërit Valter dhe Durim Bami. Nga 50 urdhra arreste në total për 7 grupe kriminale, 21 janë arrestuar, 29 janë akoma në kërkim, mes tyre dhe ish deputeti i Partisë Socialiste Arben Doka. Ndërkohë këtë orë është realizuar dhe një tjetër ekstradim. Nga Gjermania është ekstraduar 18 vjeçari Flavio Mërkuri, i cili ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar pasi gjykata e Tiranës e ka dënuar me 2 vjet e 6 muaj burgim për veprën penale vjedhje me dhunë mbetur në tentativë kryer në bashkëpunim. Ndodh surpriza në Kosovë. Kreu i lëvizjes vetëvendosje njëherësh kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti i ka dërguar një letër ku i kërkon takim kreu të lidhjes demokratike të Kosovës Lumir Abdixhiku. Nga mediat vendase thuhet se Kurti ka kërkuar një takim konsultativ para seancës së konstituimit të kuvendit. Megjithatë, dyshimet janë të forta se kemi të bëjmë me një bashkëpunim të mundshëm për të krijuar një qeveri të re, më të qëndrueshme, dhe kjo arrihet vetëm përmes bashkëpunimit të lëvizjes vetëvendosje si fituese e zgjedhjeve parlamentare të nënshkurtit në Kosovë me një nga partitë opozitare. Kujtojmë se Lumir Abdixhiku ka qenë ndër të paktët që nuk e kishte vit kuqe bashkëpunimin me lëvizjen vetëvendosje dhe Albin Kurti në formimin e një qeverie të re. Megjithatë, përpos kësaj letre nuk ka asnjë koment nga asnjëri krah në Kosovë. Të shohim nëse kjo heshtje që ka pllakosur në këto orë të fundit do të finalizohet me një qeveri të re mes lëvizjes vetëvendosje dhe lidhjes demokratike të Kosovës me në krye Lumir Abdixhikun. Megjithatë, një pyetje e madhe ngrihet në këtë mes. Pa kohë më parë, Albin Kurti ishte kategorik se partitë opozitare i kishte vijat kuqe bashkëpunimi dhe zhvilloi takime për formimin e qeverisë së re, vetëm me pakicat. Çfarë ka ndodhur që Albin Kurti ka ndryshuar qëndrim, apo është bindur më në fund se një qeveri me pakicat, pa një parti nga radhët e opozitës, mund të arrëzojë shumë shpejt sërish nga pushteti? Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka mbërritur tashmë në Washington DC, aty ku do të zhvillojë një vizitë 2 ditore. Theksojmë se kjo vizitë vjen vetëm disa ditë
pas një bisede trepalshe mes Netanyahut, Trumpit dhe kryeministrit hungarez Viktor Orban. Takimet në këto 2 ditë qëndrimi në Washington DC të Netanyahut do të fokusohen kryesisht në luftën e vazhdueshme në rripin e Gazës dhe pengjet, nga cilët 59 janë ende në robërisi dhe në politikën e re tarifore të Trumpit, sipas së cilës mallrat izraelite përballen me një tarif prej 17% të SHUBA-ve. Mirëpo nga zyra e kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu thonë se marrëdhëniet Izrael-Turqi, kërcënimi iranian dhe përballja me gjykatën penale ndërkombëtare do të jenë pikat kryesore të takimeve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Netanyahu do të takohet ditën e sotme me presidentin amerikan Donald Trump në Shtëpinë e Bardhë. Pas këtij takimi, Netanyahu dhe Trump do të mbajnë një konferencë të përbashkët për shtyp. Më herët i dërguari amerikan për lindjen e mesme Steve Witkoff udhëhoqi përpjekjet për të arritur një marrëveshje të re të armëpushimit të pengjeve në Gaza pas rënies së marrëveshjes së mëparshme, e cila parashikonte kthimin e të gjithë pengjeve, por gjithashtu do të kërkonte që Izraeli të tërhiqej plotësisht nga Gaza dhe të jepte fund luftës. Mirëpo e kundërta ka ndodhur, pasi Izraeli e ka thyer armëpushimin dhe ka rinisur luftën e pamëshirshme në Gaza. Bilanci tragjik që vjen çdo ditë nga Myanmari, vendi i cili u trondit nga tërmeti i vdekjeprurës i disa ditëve më parë, janë të frikshme. Deri më tani numërohen 3354 viktima, 220 të zhdukur dhe 4850 të tjerë që kanë mbetur të plagosur. Organizatat e ndihmave në rang global bëjnë thirrje për kujdes nga rreziku i sëmundjeve të rënda, përfshirë kolerën. Komisioni i lartë i Organizatës së Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut akuzon juntën ushtarake që udhëheq Myanmarin, duke thënë se po e kufizon furnizimin me ndihma për komunat që nuk mbështesin regjimin. Vështirësitë për ofrimin e kujdesit shëndetësor janë të mëdha për shkak të pasojave të luftës civile që ka përfshirë këtë vend. Sipas OKB-s, 1/3 e popullsisë ka nevojë urgjente për ndihmë humanitare. Tërmeti i shkallës 7.7 që tronditi vendin më 28 mars ishte ndër më të fuqishmet që ka goditur Myanmarin në një shekull. Kryeqyteti mbërthehet nga emocionet e forta. Sonte në orën 20:00 luhet derbi i fundit për këtë sezon mes Tiranës dhe Partizanit. Policia publikoi sot paraprakisht planin e plot të masave për garantimin e rendit dhe sigurisë para, gjatë dhe pas zhvillimit të kësaj ndeshje të fortë në stadiumin Arena Kombëtare. Plani i masave të policisë përfshin kryesisht bllokimin e disa akseve rrugore ndërlidhse me stadiumin ku do zhvillohet kjo ndeshje. Masat hynë në fuqi që prej orës 17 dhe do të jenë të vlefshme deri me përfundimin e përballjes. Nuk përjashtohen tensionet e forta mes 2 tifozërive, siç ka ndodhur edhe në përballjet e tjera mes këtyre 2 skuadrave.